krize globale, po të kemi parasysh atë se çfarë po ndodh në lindjen e mesme dhe pasojat që po sjell ngushtimi i Hormuzit. Meqense sërish nuk u arrit një marrëveshje në bisedime që u zhvilluan në Pakistan. Pra çfarë do të thotë për një ekonomi si e jona fatos, rritje pagash në qershor me disa kategori të caktuara, me një pagë minimale sikur se ka përmendur zoti Rama nga janari është bërë 500.000 lekë të vjetra, ndërsa paga mesatare ka pësuar një rritje prej 10%. Atëherë, jemi në një situatë emergjente, ti e the shumë mirë që në kohë krizash zakonisht pagat nuk rriten, sepse në kohë krizash ti duhet mendosh për fonde brund që të mund të ndihmosh familjet në nevojë apo të ndihmosh pensionistët e merrallë, por për ne është një gjë e domosdoshme të rrisim pagat. Pse? Sepse kemi parë që njerëzit po na ikin. Pra, problemi kryesor që sektori jo vetëm shtetëror, por kryesisht ai privat brund është sot në ekonominë tonë është që nuk ka njerëz. Nuk ka njerëz për nevojat që ai ka për të shtuar. Kështu që ne duhet të rrisim pagat, e kemi domosdoshme edhe në momentet vështira, siç është tani kjo e kësaj krize që si thua doli nga lufta në Iran, mund të vazhdoj. Për fatin tonë nuk kemi prekur shumë në çmimet e ushqimeve me përjashtim të çmendjes së domates, po ajo është një histori më vete, mund ta flasim në një tjetër që s'kemi shumë kohë tash, por kryesorja për ne është që edhe pse jemi në moment krize ndërkombëtare, ne domosdoshmërinë e kemi të rrisim pagat. Pse? Që të mbajnë njerëzit tanë këtu. Jemi vonuar, më mirë vonë se kur, thot populli, duhet të rrisim pagat edhe me një kosto të tillë siç është nafta e rritur, ti e di janë mbi me 10 milion euro vetëm brenda marsit që kemi paguar më shumë nga rritja e çmimit të naftës. Po, mirë, Fatos, meqense përmende largimin e shqiptarëve, vendon se edhe një rritje shumë 500 euro apo 500.000 lekë është rroga minimale. Po. Ja u bë 600.000 lekë. Mendon se shqiptarët nuk do largohen? Nuk mendoj se nuk do largohen, po do mendojnë çik më shumë. Kjo është domethënë çfarë mund të bëjnë ne në kufitë e mundurës, sepse ti e di ekonomia është arti i së mundurës. Atëherë, çfarë ngelet për të bërë? Të rrisim. Ku është fokusi? Ti e përmendë me të drejtë për në qershor, unë do kisha pritur të them drejtën shtatorin, por nuk kemi kohë. Prandaj edhe po guxon qeveria në qershor, pse? Sepse 3 mujor i parë i këtij viti e ka parë buxhetin e shtetit me të ardhura të shtuara dhe mund të guxojmë çfarë. Fokusi është ose përqendrimi në shëndetësi. Po na ikin mjekët, t'ja u rrisim akoma, ja u kemi rritur deri tash mjekëve në sektorin publik akoma më shumë. Ti thua me të drejtë që ja rritet edhe me 100 euro, 150 euro, ja me 200 euro më shumë, pra 20.000 lekë të 220 euro, 20.000 lekë të reja pagën një mjeku. Do të qëndroj ai? Sigurisht që sprovën më të madhe mjeku apo mjekja e ka të gjej punë në Gjermani, siç kanë shkuar një pjesë madhe e tyre. Ama çfarë mund të bëhet brenda kufive të së mundurës? Të provojmë t'i mbajmë duke u arritur pak pagën. Nuk është e vetmja rrugë, ka dhe shumë rrugë tjera për t'i bërë, si thua, skuadrot tona të interesuara të jenë këtu. Mbas edhe mund t'i flasim një rrugë për shembull është që të gjithë ata që janë në shtet, qeveria të paguajë apo buxheti i shtetit, nëse ata do duan të mendojnë për pensionin, po dhanë le të themi 50.000 lekë të vjetra në muaj. Që tani që flasim, nga një le të themi maj e këtej, po shteti t'i japi dhe një 50.000 lekë tjetër. Rritja e pagave mund të nxjisë inflacionin e mëtejshëm? Sigurisht është aty. Gjithnjëherë nëse kemë më shumë para në duar, ne e dimë që ata që u rritet paga, pjesën më të madhe të atyre parave të rritura do ta konsumojnë sërish. Dhe inflacioni aty ka rrezikun. Por përballë çfarë? Krye rrezikut që kemi braktisjen masive të vendit. Pra, ikjen edhe të mjekëve, ikjen edhe të arsimtarëve, edhe të sipërmarrësve madje, kemi patur dhe ikje të ndjeshme të sipërmarrësve tanë, për ne absolute dhe përparësi numër 1, edhe në kohë krize, është të mund t'i rrisim pagat sa të jetë e mundur më shumë. Ne kemi parë, brund, që politika e nxitjes së pagave në shtet ndikon vetë tek privati. Pra edhe sektori privat, po të shikosh. Po krijohet një hendek? As që diskutohet që hendeku është aty, është rasti më, si thua, flagrant në Ballkan, për faktin që nuk është sektori privat me pagën e tij mesatare që të nxjisi rritjen e pagave, është sektori shtetëror që është paradoksale. Pse ndodh tek ne? Sepse ne dim kemi trukimin e pagave, që nuk e ke as